Profesor, si e cilësoni reagimin e kryeministit Edi Rama kundrejt Dritan Goxhait, të cilin e cilësoi si zëdhënës të Iranit, duke gjetur dhe disa lidhje të deklaratave të tij të bëra sa i përket luftës mes Shtetet Bashkuara të Amerikës, Izraelit dhe Iranit? Nëse kryeministri i Shqipërisë ka informacione që Dritan Goxha i shërben Iranit, atëherë të organizojnë agjensitë e inteligjencës, policinë, shtetin e kanë kryeministri i vendit akoma dhe të zbatojnë ligjin e mos merret me fjalë poshtë e lartë. Ama unë si qytetar i Shqipërisë e njoh Dritan Goxhan dhe babën e tij, njerëz që kanë luftuar me automatik kundër ushtrisë serbe në mbrojtje të territorit të Kosovës dhe për pavarësinë e Kosovës. Kanë luftuar për botën shqiptare. Unë nuk mund t'i besoj ato që thot kryeministri, por nëse janë të vërteta, kryeministrit bëjnë hapa të tjerë e të çojnë para përgjegjësisë gjithë ata që i shërbejnë qarqeve shqiptare dhe i bëj thirrje që edhe vetë kryeministrit bëjnë kujdes e të mos i shërbejnë asnjëherë qarqeve shqiptare dhe asnjëherë botës shqiptare. Po tani u kujtua Edi Rama që Dritan Goxhaj ka pasur këto qëndrime sa i përket luftës me Iranin, sepse ai është një republik dhe ka mbajtur vazhdimisht qëndrimet e tij dhe mendimet e tij sa i përket çështjeve në lindjen e mesme. Tani problemet me luftën në lindjen e mesme, gjithkush ka opinionin e tij. Askush nuk mund të ketë opinion të mirë apo lëvdata aty ku vritën mbi 70.000 njerëz. Sikur se edhe unë, sa tjeta, 1000 vjet me jetues mund të flas mirë për komunizmin që ka ekzekutuar, masakruar mbi 75.000 shqiptar. Pra, jo pa qenë pushtuar. Prandaj unë them që këto gjëra nuk duhen me u shfrytëzue. Edhe bisedat e kafeneve nuk janë biseda për t'u lakuar me u hedh në këtë kohë me qëllim për me dëmtuar protestën. Protesta është vullkani i kombit shqiptar. Nuk mund ta fikush tash as me gotuj, as duke i hedh lumej, as duke lëshuar llafe të tilla. Nëse ka llafe të tilla, agjencitë shtetërore janë në kam, taksat e populli paguan taksa për sigurinë, le të veprohet. Por një njeriu që ta provojnë Rama dhe kushdo tjetër që mund të besoj Ramën, ta provojnë me marrë automatikun e me shkuar me qëndruar përballë ushtrisë serbe, me pa hangër, pa pi e me prit se kur ja shpon lloj plumb gjoksit. Jo. Me Dritan Goxhajt, me Iglicaren, me të ndjerën Iglicara, Sira Dëshmor, e me gjithë ata njerëz ti kursejnë këtë gjëra të tilla, sepse unë nuk i besoj. Uroj që mos i besoj kërkush, por nëse ka gjëra të tjera që ne nuk i dim, se ne nuk kemi punë tona të përditshme, atëherë ka agjenci që merren me këtë punë. Nuk është e drejtë, nuk është e ndërshme, nuk ka fisnike që të nxjerrësh gjëra të tilla në këtë moment. Po si është e mundur që Edi Rama ka rënë në këtë lloj niveli ku është marrë personalisht edhe me protestues të caktuar? Unë kam pa edhe debatin që pati me Fatos Lubonjën. Ai ka atë diskurs, ka atë mendësi, mu me vjen keq. Unë nuk flas në këtë rast për qytetarin Edi Rama. Qytetari Edi Rama është edhe kryeministri me Joti. Unë flas për kryeministrin e Shqipërisë. Kryeministri i Shqipërisë duhet të jetë më i matur e duhet të jetë më i përgjegjshëm. Personalisht, edhe si bashkëqytetari Edi Ramës, po edhe si i shtetit që ai drejton, do të thosha që ky është dita e madhe e Shqipërisë, sa fati i madh që nga kryeministri e deri tek drejtorat e Barkalec të vegjël që kanë vjedh, kanë korruptuar, kanë bandame kësaj shoqërie, këtij shteti e këtij kombi, le ta lënë të rrjedh historia e Shqipërisë. E ata nëse janë me faj le të përgjigjen para ligjeve dhe të mos agravojnë situatën, po tisha unë vendin e kryeministit apo të ministrit, këtë moment do ta quaja fatlum që të bëhesha pjesë e zgjidhjes e jo pjesë e tërheq e mos e kput agravimi i situatës është gjëja më e dëmshme që për Shqipërinë e për shtetin shqiptar. Profesor, si është e mundur që Edi Rama tashmë edhe në mediat ndërkombëtare në një intervistë që ka dhënë për Financial Times ka sharë shqiptarët, po themi, ose më saktë i ka ofenduar ata me fjalë të ulta, duhet thënë, ku është shprehur se ai nuk është kumbari, e kupton, dhe do duhet që protestuesit ta gjejnë nëse ai është kumbari apo jo. Tani vetëm nuk dua të merrem me qytetarin Edi Rama. Si kryeministri i Shqipërisë. Ne merrem me kryeministrin.
si kryeministri i Shqipërisë, ai mund të ishte kryeministri dhe vllai im edhe tjerë, por si kryeministri i Shqipërisë, ky lloj diskursi është shumë i gabuar, është diskurs që prodhon fyrje dhe nuk prodhon asgjë të mirë. Unë doja këshilloja me ndryshue fjalorin, por është problemi i tij, është zgjedhja e tij, në fundit gjithkush merr përgjegjësi për fjalët e veta dhe për shprehjet e veta. Profesor, si e shikoni protestën, ku do, po themi, deri ku mund të shkojë kjo protestë dhe a mund ta vendosë Edi Rama me shpatlla pas muri për të vënë dorëheqjen, apo edhe këtë radhë Edi Rama do t'ja hedhë? Unë e shoh si një shkollë lirie dhe demokracie, nga ku do të lindë me patjetër një produkt i ri politiko-shoqëror, një model tjetër sjellje dhe një përgjegjësi tjetër ndaj mjedisit, ndaj shoqërisë, ndaj politikës, ndaj institucioneve dhe gjithë shkaje tjetër. Dhe jam shumë i lumtur që në këtë protestë, në ditën e 23, më në fund, po koncentrohen gjërat dhe po dalin pikat një nga një, ku gjithmonë sipas parimit filozofik, ku gjithmonë ka një të parë, që në shoqëri një e parë është familja, edhe në këtë realitet historik Shqipërisë ka një të parë dhe e para e më e rëndësishmja është dorëheqja e panegociueshme e menjëhershme e kryeministrit Edi Rama, qoftë ky dhe një talent i pa shembull të kësaj bote në shtetformim e në drejtim ekonomik e politik, jo që nuk ka rrezatue të tilla pamje apo të tilla funksione. Pra, unë jam për atë që e para është identifikue dhe ka një emrus qëndron si emrus përbashkë. Pas dhënies së dorëheqjes së domosdoshme, atëherë të gjitha tjerat vinë pas njëra tjetrës, jo qeveria tranzitore 12 muaj, jo vajtja e vendit në zgjedhje, se me Edi Ramën, me ministrat e Edi Ramës, se me korrupsionin e Edi Ramës, është e pamundur zgjedhjet demokratike. Ne nuk mund të bëjmë zgjedhje pa pas pluralizmin demokratik. Pra, të zgjedhje pa pluralizëm, të hyn zgjedhje me monizëm. Në monizëm, 1000 herë me pas zgjedhje, fiton partia moniste. Prandaj, ne duhet sjellim pluralizmin e pastaj duhet shkojnë zgjedhje. Një qeverisje 12 mujore, besoj që është e mjaftueshme për të shkuar në zgjedhje dhe për të marrë verdiktin e popullit. E mos me thonë morëm shuplaka, as morëm grushte, po me i numërua votat dhe me hek dorë për sa të gjallë fara shqiptarit nga vjedhja e votës, nga intimidimi i votës e nga masakra e votave. Po volle votën ke djeg Shqipërinë. E provoj Shqipëria në vjedhjen e votave 1996 dhe e dini se çfarë ndodhi në vitin 1997. Lut Zotin që shqiptarët dhe kjo rini e diaspora, sidomos që ka në shesh, luftojnë që mos më vën në 1997 tjetër, që sikur se thot filozofi Immanuel Kant e jo Lusaj, thot që po ndodhi përplasja, atëherë prishet kohezioni social një shoqërie dhe kthehet shoqëria i 100 vjet mbrapa. Nuk kemi as i ditë mur. Prandaj është i gjallë shqiptar e birari me graj, me pleq, me vegla, pune, me qoftë edhe me bagti i mbathur e të ndryshimin e kontratës qeverisjes dhe futjen e vendit në një rrugë normale të demokratizimit. Si mendoni, sa do të rezistojnë protestuesit deri në realizimin e kërkesës kryesore ku Edi Rama t'jap dorëheqjen? Protestuesit do të tojnë, por çfarëdo që e mbylljen e studentëve në 2018, ja çfarë ndodhi tani, plus që janë 8 vite regres e masakrë mbi Bregdetin, mbi pronat, mbi rinin, mbi profesionet, mbi shkollat, mbi universitetet, mbi bujqësinë, mbi gjithçka. Prandaj unë kam shumë shpresë që çdo politikan i përgjegjshëm që ka të paktën njërin prind shqiptar dhe i dhimbse të ky vend, do t'i vajgishin kokë se do thot do t'i hapin rrugën proceseve demokratike. Janë boll 4 vjet me qeverisjen e një popull. Ja edhe 8, po 16 unë besoj që janë frymë. Populli thot përdor një shprehje, au fryne, au ngope. Besoj që janë por tani
kur këtë bëjsh me njerëz të pango, por e të babë zhitur, atëre të vinë problem tjetër. Por unë lusë zotin që qeveritarët e Shqipërisë dalin në këtë kategori, por të qëndrojnë në kufit moles së qeverisjes. Dhe normal qeverisjes është marrin vesh zërin e protestës qytetare dhe t'i hapin rrugën proceseve demokratike. Të bëhen pjesë e zgjidhjes, siç u bë kryeministri i Anglisë.